Kur e pëtju letrën për Rami Salin në këtë kohë, në Lukove shkruat? Jo, në Malinat të Beratit. Në Berat e shkruat? Po, në internim. Në internim? Po. E disa përshtyme më vën fakti që ju praktikisht po ishit haruar, le të themi, sa mund të harohesh në atë kohë. Domethënë ishit si në punën tuaj dhe ju nuk e pat punën tuaj, ju shkruat një letër publike që do shumë sens civil, do shumë kurajo që ta bësh dhe ju e bët. I morët parasysh? E morë parasysh që mundet të ridënohesha. E morët parasysh? Po. Po pse bët atër? Po ashtu ma erdhi. Më thënë ishte një ndjenjë, nuk e di, një ndjenjë rebelimi, nuk e mbaja dot, si më thonë. Se kjo është, te ka jo letër, ti shikon atë që neve na mungon dhe tani, na mungon në gjitha korat, shqiptarve në përgjithësi. Më thënë, ne bëjmë të fortin, po kështu e keni thënë dhe vetë në intervista, kjo më ngacmoi, kemi armën, kemi thikën, kemi parat, jemi forti, po kështu fuqi shpirtërore dhe nuk e gjejmë dot të vetja. Unë jam shumë e habitur që ju e bët atë gjë, duke mos ju njohur, se po të një do habitesh. Më po them që jam ndryshe nga tjerët, ose nuk jam shumë ndryshe, po ishte situata e skajshme. Më thënë, nuk isha një situatë normale. Më thënë, një jetë normale. Si ishte? Po, më thënë, në opozita e një njeriu që i dënuar, internuar dhe që si me thënë, kisha dal hapur, në të që jam kundër këti regjimi. Edhe që kisha gjëra për të thënë. Nuk mund të mbaja, në më thënë.